Me rastin e të premtes së zezë, qindra besimtarë ortodoks janë mbledhur në Korçë për të ndjekur ceremoninë e epitafit, që simbolizon vajtimin dhe vendosin e Krishtit në varr. Ritualet liturgjike në katedrale Ngjallja e Krishtit u udhëhoqën nga mitropoliti i Korçës Imzot Anastasi, i cili gjatë fjalës së tij vuri theksin tepër ulësia dhe rëndësia e kësaj dite, që përkujton mundimet dhe kryqëzimin e shpëtimtarit. Pas shërbesës brenda katedrales, besimtarët kanë vijuar me procesionin tradicional, duke ecur pas epitafit në rrugët kryesore të qytetit, si një shenjë bashkimi në dhimbje, por dhe në shpresën për ringjalljen e afërt. Si çdo vit, Korça dëshmoi një pjesëmarrje masive, jo vetëm të banorëve vendas, por dhe të vizitorëve të shumtë që zgjedhin këtë qytet për të përjetuar traditën unike të Pashkëve ortodokse. Është një bukurie e madhe, të tërë njerëzit janë të bashkuar, festojnë, nesër do pjekim mishin, vezët i kemi skuqur, do vem në kishë, do vem edhe pas nesër të diel, do vishemi të tërë me rrobat më të mira që kemi dhe do festojmë. Të tërë janë mbledhur tërë kishat dhe bëjnë qeretisjen e Zotit. Vend të tërë do ta qeretisin dhe sot ishte tamam premte e zezës sepse ka vdekur Zoti dhe ne e quajmë një lloj si një pjesëtarin e familjes. Dhe nesër në darkë fluturon shpirti i tij dhe pastaj pas nesër neve festojmë ringjalljen e Zotit. Urimi juaj për këtë Pashkë? Të gjithë të bashkuar. Simbolika është që bëhet shtrohet në kishën, katedrale, epitafi, pastaj këndohen tërkëngët, pastaj në ora 7 bëhet varrimi. Kurse Pashka festohet shumë bukur, bëjmë vezët e kuqe të enjte dhe madhe, i thonë, pastaj të dielë me mish prej qengji edhe vezët. Cili është urimi juaj për këtë festë, në festën e Pashkës? Çfarë uroni? Uroj të kemi shëndet, paqe dhe gëzim në familje dhe në të gjithë botën. E premtja e zezë mbetet dita më e trishtë e kalendarit të krishterë, por ceremonia e epitafit shërben si një urlise që përgatit shpirtrat e besimtarëve për triumfin e jetës mbi vdekjen, që festohet mesnatën e të shtunës.